Emen, çfarë të ka ndihmu ty qyteti i Vushtrrisë në formsimin personalitetin tënd deri në këtë kohë? Qyteti i Vushtrrisë më ka ndihmuar sepse siç e dim është njëri nga qytetet më të lashta dhe kjo më ka bërë që të hyj në atë klasike, domethënë sidomos në art, të hulumtoj më shumë dhe të fokusohem, të mundohem të profesionalizoj, do thotë më konkretisht artin e kaligrafisë, siç e dimi cili është një art prej arteve të lashta dhe mendoj që kjo do të ishte ajo diagonale që mund ta nxjerrin nga qyteti i lashtë i Vushtrrisë me traditë kulturore, artistike dhe ndoshta kjo do të ishte ajo që do ta nxjerrja një ndërlidhje. Je një ndër të paktët në Kosovë që nuk e kalu në bankat e medresesë, por më vonë ke vazhduar dhe studimet në Sharika, po? Po, Aha. Sharika të Emirateve të E Bashkuara. shkolla e mesme, çfarë ke përfunduar në shkollën e mesme? Shkollën e mesme kam përfunduar në Vushtrrit, gjimnazin shkenca natyrore. Pastaj ke marrë udhëtimin për në Universitetin Qasimia. Pastaj fillimisht në Universitetin e Prishtinës kam hyrë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës, apo në makineri, dhe pas një viti aty kam përfunduar një vit, kam kaluar në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe atje do të thotë më ka shkyer dashuria për dijen dhe normalisht ka qenë një opsion më i mirë me kushte më të mira dhe kam pranuar. Cilin fakultet e ke përfunduar atje? Pastaj atje kur shkova ishte do të thotë një kthim për 180 shkallë, si do të thotë ndrimi i vendit, i gjuhës, i të gjitha gjërave. Kur shkova atje fillimisht kemi hyrë dhe kemi pasur obligative kursin një vjeçar të gjuhës arabe, kursin intensiv, që pastaj të kalojmë në fakultet. Fillimisht kam pas dëshirë me studiu ekonominë, mirë po me kalimin e kohës në qendër të gjuhës arabe, gjuha arabe disi se më hyri në zemër dhe vendosa që pastaj të studioj fakultetin e gjuhës dhe letërsisë arabe. Dihet se gjuha arabe nuk është edhe e lehtë për me mësu. Çfarë sfide ke pas me gjuhën arabe? Kur ti nuk e pas baza, do thotë se nuk e ke pas medresene e kryme? E vërtet dhe kur shkuam, po kthehem edhe një herë tek qendra e gjuhës, kur shkuam atje për të regjistruar, ishte edhe babai im aty dhe dashuria e flakt apo qefi i flakt për me hy në fakultet të gjuhës arabe dhe do thotë më bëri që edhe pa e ditur asnjë fjalë të hyj direkt në nivelin e dytë apo në nivelin e dytë të gjuhës arabe me do thotë me synimin se do të ndihmohemi me shok njëri me tjetrin. Por me kalimin e kohës u kthyem edhe një herë, kërkuam një semestër shtesë sepse pastaj lindi ajo frika që mos jemi do të thotë të papërgatitur. E më vonë të dalin Po, pengesa. pikërisht. Mirë po, dashti Zoti që të hyjmë në fakultet, ta kryejmë një semestër dhe në semestrin veror kemi shkuar me disa kolegë në Jordani për ta përforcuar edhe më shumë, për ta kryer edhe një nivel të fundit të atij libri që kemi qenë duke mësuar, nivelin e fundit. Dhe kjo është ajo që do të thotë ne e ndoqëm, vetë se e kemi do të thotë përforcuar gjuhën arabe mendoj mirë, edhe pse ishim fillestar, nuk dinim asnjë fjalë mirë, po ishte dëshira e flakt për ta mësuar këtë gjuhë dhe padyshim ndihma e Zotit. Vullneti, ambicet e juve kanë bërë edhe më interesante. Universiteti i Sharikas ose Qasimia, El Qasimia, po. është një universitet i ri, po është me do të thotë i njohur edhe është i dalluar. Pak a shumë për universitetin, çfarë dallon? Është universiteti ndoshta më i ri në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe më gjerë besoj. Është hapur në vitin 2015 dhe është universiteti i parë në Emirate me bursë për studentë të huaj. Do thotë
tani studiojnë aty mbi 113 nacionalitete anën mban botës dhe ka drejtime të ndryshme, sigurisht është drejtimi i studimeve islame apo fakulteti i studimeve islame, fakulteti i gjuhës dhe letërsisë arabe, fakulteti i shkencave të Kur'anit, fakulteti i gazetarisë dhe komunikimit masiv. Këto janë do thot drejtimet, fakultetet që janë në këtë Ti ke kryer fakultetin e gjuhës gjuhës dhe letërsisë arabe. arabe. Ke qenë, unë kom luftu pak profilin tënd dhe kom pas se ke qenë edhe një ndër studentë dalluar, ke marrë edhe një çmim prej në mesin e gjithë aty kolegë. Si e nditi? Si është ndi familja, shoqëria? Po ishte ndjenjë shumë e veçantë sepse ai ishte sesioni i parë i atij çmimi, i cili quhej studenti i dalluar dhe i cili u do thot filloi pasi që ne i kemi kryer studimet. Do thot një vit e gjysmë pasi që ne u kthyem në Kosovë, ky çmim do thot vetë se filloi atje. Kjo është interesante këtij çmimi. Mos i kthim në Kosovë e ke marrë çmimin. Po sepse ishte domethënë qëllimi vetëm për ne që i kemi kryer studimet, domethënë për të diplomuarit. Dhe për ne ka pasur një garë do thot për studentin i cili është angazhuar me atë që ka studiuar atje. Do thot është angazhuar me profilin e tij që atje ka studiuar, pasi që është kthyer në vendet e tyre dhe nuk është do thot angazhuar me punë tjera. Do thot me një fjalë kontributi i tij në atë fushë që ka studiuar. Dhe kanë kërkuar prej nesh që t'ju dërgojmë raporte të dokumentuara me video, me foto, se çfarë kemi bërë. Unë jam angazhuar me disa kurse në gjuhën arabe, pastaj edhe më shumë ndoshta edhe në kaligrafi arabe, atje që kam mësuar atje. Dhe kjo ju ka pëlqyer shumë, pastaj deshti Zoti që ta fitoj këtë çmim dhe ishte një ndjenjë e veçantë. Sepse në një farë mënyre ata e kishin për synim që të jemi si një shembull i mirë për gjeneratën e katërt, të cilën vetë se kishte do thot kishin mbaruar studimet. Dhe unë kam pasur fjalimin e këtij çmimi dhe marrjen, pranimin e këtij çmimi, po në atë ceremoni, pra të gjeneratës së katërt, në fund të ceremonisë kam pasur të mbaj një fjalim ku ju drejtova të diplomuarve të atëhershëm që ne kemi studiuar në këtë universitet dhe kemi marrë shumë të mira, kemi përfituar, dhe ja tani në praktikë. po gjithsesi t'u lë si një lloj amaneti që të vazhdoni tutje, sepse puna juaj padyshim që do të paguhet herët apo vonë. E men arsyeja pse pjesë e profilit është profili yt ose je ndër të pakët, s'paku në Kosovë, që e mirësh me kaligrafi arabe. Në thelb kaligrafia arabe është takim e zbukurisë dhe besimit, një art që bën fjalë duke të duket ashtu siç duhet të ndihet me peshë, dritë dhe respekt. Kur dhe pse ka lind kjo ide që ti me mësu këtë art, te jeti njohur pra në islam herët, por në vendet tona është shumë pak i njohur. Ky art fillimisht kur shkova unë atje kemi pasur si lëndë në plan programin e fakultetit lëndën e shkrimit dhe të kaligrafisë arabe. Aty kemi mësuar pjesën teorike, mirë po edhe nga pak pjesën praktike. Ajo që më shtyu më shumë ishte kur në momentin kur e sollën një profesor të kaligrafisë apo një mësues të kaligrafisë në universitet dhe aty pastaj vendosëm me disa kolegë që t'i ndjekim këto kurse. Dhe aty e pash që do thot më shkonte, edhe pse unë e njihesha për shkrimin e bukur edhe pas, do më thënë para se të shkoj aty. Ke pas shkrim ke shumë bukur apo në gjuhën shqipe? Po në gjuhën shqipe. Dhe kjo më ndihmoi shumë që pastaj të dallohem edhe edhe në kursin në trajnimin e kaligrafisë, të cilin e ndoqëm për disa vite derisa diplomuam. Dhe ajo që më shtyu më shumë të është edhe fakti që ju e thatë që në Kosovë nuk ka pasur dhe nuk ka kaligraf i cili e ka studiuar profesionalist, dhe dëshira për të bërë, do thot për të bërë një person i cili
e nis këtë apo bëhet ndoshta i pari i cili është do të thotë e bën këtë art kaq të veçantë dhe kaq të rrallë në vendin tonë. Ke llogaritë kaligrafinë arabe si një art apo më shumë edhe si një mision që nëpërmes saj përçon mesazhet e tua? Fillimisht është një art i cili do të thotë të bën të ndihesh mirë kur e shkruan, kur e bën dhe edhe kur e sheh. Përveç kësaj është mision sepse nëpërmes kaligrafisë përçon mesazhe të ndryshme, përveç se është diçka shumë e bukur për syrin, ngërthen vetë edhe në mesazhe thënie duke filluar nga ato hyjnore, profetike, pastaj edhe të njerëzve të mençur, dhe është diçka që bukuria e këtij arti nuk ndalon. Do thotë ajo nëse ti do të thotë je kreativ dhe punon vazhdimisht, atëherë e sheh që edhe më shumë zbukurohet dhe edhe më shumë e don dhe edhe më shumë të pëlqen. E mendim që në vendin tonë ka dhe xhamia të vjetra të trashëguara, sidomos nga perandoria osmane, që kanë brenda tyre kaligrafi. Si ndihesh kur hyn brenda këtyre xhamijave ose si është ai dallimi i atyre kaligrafive që është punu para disa shekuj me atë që ti sot e punon? Ndihem mirë, sidomos në disa xhami të kohës sonë, kohës moderne, të cilat i kanë punuar turqit, sepse ata janë të shquar në kaligrafinë arabe dhe janë profesionalista. Mirë po tek xhamitë e vjetra ka gjurmë të këtij arti, mirë po nuk është edhe aq profesionale, ndoshta edhe Mjetët po për nuk shkak kanë të qenë. mjeteve nuk kanë qenë të do të thotë të duhura dhe ndoshta për shkak edhe të vetë atyre që e kanë bërë, ndoshta nuk kanë qenë aq profesionista në këtë art, mirë po nëse e krahasoj me kohën moderne, me xhamitë moderne të cilat punohen, e kam fjalën nga njerëz kompetent, për shembull nga xhamitë të cilat i kanë ndërtuar turqit, ata e marrin përsipër edhe pjesën kaligrafike, ajo është punë profesionale. Ndërsa disa xhami tjera të cilat po punohen nganjëherë po punojnë njerëz jo kompetent dhe më ka ndodhur Se deformojnë po këtë. e deformojnë deri në atë masa që shkruajnë ndoshta edhe siç themi ne mrapsht. Do të thotë nuk e dinë ata çfarë shkruajnë, e marrin diçka të gatshme dhe e Vetëm e bojnë vendosin. kopje sepse ai nuk e din ndoshta Po. leximin e gjuhës arabe. Ose e shkruajnë dhe e lënë në gjysmë, ose bëjnë gabime të ndryshme të cilat njerëzit do të thotë e zakonshëm nuk i vrejnë ato. Mund t'ju duket bukur për syrin e tyre, mirë po nuk i vrejnë. Disa xhami më ka ndodhur që kam pa gabime, shumë gabime. Do të thotë mirë po nuk ka një komision, nuk ka dikush që i evidenton këto lëshime apo i kontrollon këto gjëra. I men sa i përket kaligrafisë, bukushkrimit arab, si ka lind kjo në islam? Pak historik diçka, versa? Po, në shpalljen e Kur'anit, do thotë lindi nevoja për ta shkruar librin hyjnor në pika të shkurta. Pastaj siç e dim, pejgamberi alayhis salam i urdhëroi shokët e tij që ta shkruajnë Kur'anin dhe hadithin, dhe disa shumë prej shokëve të tij u dalluan me shkrimin e tyre të bukur, pastaj ata vazhduan dhe popujt që erdhën pas tyre e zhvilluan edhe më shumë, do të thënë pika të shkurtra, shkrimin e teksteve hyjnore dhe do të thotë sikur se ishin për shembull perandoria osmane apo edhe persët në kohën e të cilëve lëre që u përmirësua shkrimi, mirë po edhe u zbuluan disa nga shkrimet kryesore të kaligrafisë dhe do thotë nevoja për ta shkruar librin e Zotit e bëri që ky art të vihej në pa, t'i kushtohej më shumë pastaj kujdes dhe të zbulohen shkrime të reja dhe krejt në fund u shkrua, do të thotë u zgjodh një shkrim i cili është do të thotë është i bukur, mirë po është edhe më i lehtë për syrin në mënyrë që të lexohet, të jetë më i lexueshëm, do të thotë sepse
dim që ka shkrime të cilat nuk mund të lexohen, Ashtu janë përveç se më të vështira. po janë të ndërthura në mesvete dhe nuk mund të lexohen nga njerëzit e zakonshëm përveç atyre do thotë të fushës. Në bazë të asaj çfarë ne kemi përcjell, kemi pa, edhe sot dhe kësaj dite Kurani, pra Musafi, shënohet me dorë, apo pastaj përdoren teknologji tjera. Po, Është kështu? ashtu është, e vërtet, është shkruar mushafi cilin ne apo Kurani cilin ne e lexojmë, i cili njihet si Kurani i Medinës, është i shkruar me dorë, është i shkruar nga kaligrafi Uthman Taha, i cili ende jeton, më sa e di ka mbi 90 vite nga mosha e tij, dhe ai ka shkruar 15 kopje të mushafit me dorën e tij. Dhe Do këto thotë kopje nga fillimi deri në fund ai gjithë ai shënon me të dorë. gjitha i ka shkruar me dorë. Dhe këto kopje pastaj janë shumuar në miliona kopje në mbar botën dhe është ai mushaf që ne e kemi do thot në shtëpitë tona, mushafi i Medinës e kam fjalën, dhe në fillim të tij shkruan që e shkroi Po. apo nga dora e Uthman Tahës, së kaligrafit të njohur. Dhe ende vazhdon të jetoj dhe të punoj të shkruaj në kaligrafin arab, edhe pse ka dhe kaligraf tjerë që kanë shkruar mushafa në anën bën botës, mirë po ky është më i njohuri, po sepse është edhe do të thotë kopja më e njohur e Kur'anit në këtë shkrim, në shkrimin Naskh. Kaligrafia arabe, bukushimi arab përçon disa mesazhe të thella, për shembull madhrimin e fjalës së Zotit, sidomos kur shënohen ajetet kuranore. Si ndihesh ti me veten, si e përçon, do thotë nëpërmes dorës tënde kur ti e ndjen se je duke shkruajt fjalën e Zotit, sidomos në xhamia kur bëhet Po, fjalë. është një ndjenjë shumë e veçantë, pikërisht pra kur e din që je duke shkruajtur fjalën e Zotit, të bën ta shtosh kujdesin shumë më shumë, të jesh shumë i kujdesshëm dhe mos ta do të thotë mos munduhesh që vetëm ta heqësh si gajle, se ndoshta vijnë momente që sepse është punë e lodhshme, don mund, mirë po kur është në pyetje shkrimi nëpër xhamia, mundohem të jem shumë i kujdesshëm dhe ta shikoj disa herë edhe pasi e përfundoj punën që mos e kam vënë ndonjë lëshim. Dhe unë e shoh me atë Syrin e syrin zemrës. po të zemrës dhe të profesionistit. Sepse e di që ndoshta edhe nëse e lën ndonjë gabim, ndonjë lëshim të mundshëm, nuk mund ta vrej, pothuajse askush. Mirë po unë nuk ndihem i qetë në zemrën Ti nuk time. duhesh Po, me bë ato jo, gabime. jo, nuk mundohem që ta bëj do të thotë në mënyrë të përkryer. Nuk ka dyshim se përveç mesazhit madhrimit të fjalës Zotit, përçon kaligrafia dhe harmoni dhe disiplinë, çdo vit ka mas Po, caktuar deri ku shkohet, sepse ne që nuk jemi profesionist mendojmë se është sot e ke lënë këtë vit deri këtu, pastaj nesër të më çu diku më lart, po si është kjo harmoni mes vijave? është shumë e vërtet, kaligrafia do të thotë prej vet fjalës është një shkrim që ndërtohet mbi rregulla, mbi lartësi, gjerësi, harqe, e sidomos kur ke të bësh me lloje të ndryshme të shumta të këtij arti. Po ashtu pra, duhet të jesh shumë i kujdesshëm kur shkruan kaligrafi, sepse do të thotë ka metoda të ndryshme, të cilat ndoshta njerëzit i shohin si të lehta. Mirë po në realitet ato janë të vështira dhe dojnë do të thotë mund. Kështu që për të shkruar këtë art duhet ti aplikosh rregullat e kaligrafisë. Përndryshe nëse atë e mëson do të thotë në shtëpi, pa mësues, pa dikë, ajo thjesht nuk është kaligrafi, mund të dalë një shkrim i bukur, mirë po nuk mund të quhet kaligrafi sepse nuk ndërtohet mbi Për rregulla. shkak se i men kaligrafia ka dhe disa lloje, apo? Ka disa lloje. Çfarë janë të veçanta këto lloje? Këto lloje të kaligrafisë do thotë shumë llojshmëria e shkrimeve bëjnë të veçantë dhe bëjnë ndoshta ndër kaligrafitë më të pasura të gjuhëve në botë, sepse i japin do thotë fjalës formë të ndryshme, një frymë të ndryshme, se
ndodh që mund ta shkruash një fjalë të njëjtë mirë, po kur shkruhet me stile të ndryshme, atëherë do shta përçon edhe një frymë ndryshe nga shkrimi tjetër. Për shembull, ka shkrime më klasike, të cilat ti nëse i përdor ato pastaj do thot të dërgojnë disi në atë kohën më të vjetër klasike. Pastaj ka shkrime më moderne të cilat përdoren në kohën tonë moderne, që do thot ndikojnë direkt në do thot edhe në shijen tënde. Krijon edhe identitet kaligrafia arabe, sidomos atë fetare, po? Po, Ku vendoset aty? Ku vendoset? Krijon një identitet, dihet se këto është një identitet këtare, po? pikërisht do me thonë aty ku shkruan, në rastin konkret për shembull nëse shkruan nëpër xhamia, kjo lidhet domosdoshmë me anën do të thot fetare, sepse po i shkruan dhe po i përçon fjalët e Zotit. Pastaj po mund të përdoret edhe do thot në raste kur shkruajmë emra të njerëzve, apo kur shkruajmë thënie të njerëzve të mençur që nuk janë fetare, mirë po janë të mençura, të urta, nuk ka ndonjë problem. Përcillet poezia pas tyre, kështu Po më radhë. pikërisht mund të shkruhet poezia. Të kom pa në disa aktivitete ke shënu edhe emrat të figurave njoftëra në vendin tonë, jashtë vendit. Si ndihesh kur e shënon emrin e dikujt? Është përveç se është një nder, është edhe një do të thot një përgjegjësi, sepse munduhesh që ta shkruash dhe ta do të shfrytëzosh kapacitetin maksimal tëndin. Ki edhe presionin e njerëzve, Po. sidomos në për Po, na ka panaira. ndodhur nëpër panaire që të shkruajmë emrat e njerëzve të njohur, domethënë i kemi shpërndar ato dhe i kemi parë, dhe është një ndjenjë shumë e veçantë, sidomos kur një njeri me profil të lartë ndalet dhe të shikon dhe nuk flet. Për një moment bizotron një qetësi dhe e sheh sikur po kënaqet me emrin e tij, i cili shkruhet do thot me kaligrafi, dhe kjo na bën të ndihemi mirë, na bën të ndihemi të lumtur, sepse kjo është pra, kjo kaligrafia, sikur se thamë më herët, ka rregulla, mirë po në njëjtën kohë do thot e përçon atë disiplinën e shkrimit, e përçon edhe tek vetë personi. Do thot të bën njëri më të Ty të ka bo disiplinuar. ma të qetë, kështu? Po, pikërisht është edhe prej do thot asaj që e përçon tek njeriu, është edhe e bën më durimtar, më të durueshëm, më tip më organizativ, sepse ti ke të bësh me detaje të vogla që duhet kujdesesh për to, dhe rrjedhimisht pastaj ndikon edhe tek personaliteti, të bën tip më organizativ, më të kujdesshëm. Se eshe promovimin e këtij artin përgjithësi në Ballkan? Ka sfida ky, do thot, promovimi i këtij arti tek ne? Ka sfida, Aha. megjithse do të thot shumë ka pak kaligraf dhe njerëz që merren e kanë fjalën në Ballkan, me sa di në Bosnjë ka, mirë po megjithatë po flas për vendin ton, ka pasur unë personalisht kam pasur dhe kam qenë pjesë e nismave iniciativave të mira, të cilat i kemi bërë për ta promovuar këtë art. Padyshim me ndihmën edhe të televizioneve, mediave, sikurse ju në këtë rast, të cilat pra na kanë ndihmuar që njerëzit pastaj ta njohin, sepse nuk kanë ditur. Njerëzit për shembull në rastin e shkrimit të Kuranit kanë menduar që është shkruar me kompjuter apo me do të thot mjete të teknologjisë. Mirë po këto kanë qenë disa Këto janë disa hapa dritare ku te disa promovon. panajire që janë mbajtur, organizime të ndryshme, dhe jo vetëm në Kosovë, mirë i kemi qenë edhe në Maltezi i kemi mbajtur do të thot organizime të ndryshme rreth kaligrafisë. Në Shqipëri pothuajse çdo vit shkojmë atje, dhe në Kosovë. Këto ishin ato disa do të thot disa nisma të cilat veçse e promovuan dhe po vazhdojnë ta promovojnë këtë art. E men se i përket gjuhës arabe, ke fillu diçka me ndonjë kurs ose për mësimdhënien ose përgatitjen e kuadrave?
cilët do ta mësojnë nëpërmes te gjuhën arabe, ku ka një interesim për shkak se gjuha arabe nuk është vetëm që sot nevojitet vetëm për fe, po është edhe një mundësi pra për në tregun e jashtëm, me punu në fushën e turizmit e kështu me Po, radhë. pikërisht. Po, në fushën e gjuhës arabe kam punuar dhe s'jam dalur. Para 2 viteve në fakt e kemi filluar një kurs të gjuhës arabe këtu në Vushtrri. Në fillim pat të interesuar, vazhdua mirë po, siç e dim gjuha arabe nuk është e lehtë dhe sfidon durimin, nuk mund t'i rezistojnë shumë persona. Tash kam mbetur do thot pak të interesuar. Mirë po, me rëndësi që është që Duke vazhdu po, si. e vazhduar. Dhe pastaj unë punoj, lexoj libra në gjuhën arabe, punoj përgatitem në gjuhën arabe, në mënyrë që ta mbaj të gjallë, sepse tash këtu në Kosovë nuk e ushtroj një profesion ose të mësimdhënësit ose i cili do të më mbante aktive këtë pjesë, mirë po ka të interesuar. E men ke planifiku që ta hapsh ndonjë akademi të sidomos te kaligrafia apo dhe të mësimi i gjuhës arabe? Pikërisht synimin e kam pasur të tillë, do të thotë të ndërlidhi diçka në gjuhë arabe me kaligrafi, dhe dëshira e kahmotshme ka qenë dhe është që të hapim një qendër ku do të jemi do të thotë mësimdhënës të gjuhës arabe dhe njëkohësisht edhe kush është i interesuar për kaligrafi arabe, do të thotë jetë një qendër ku në të njëjtin vend t'ua mësojmë të dy fushat, do të thotë atë të gjuhës arabe dhe të kaligrafisë arabe për të interesuarit. Ka pasur dhe ka nisma edhe prej universitetit atje që të na ndihmojnë këtë aspekt, mirë po fillimisht don një studim më i gjerë dhe pastaj edhe normalisht investim. Shpresojmë që do të bëhet në të ardhmen. Ti pasi e kthy nga studimet, ke vazhdu edhe nivelin master në Universitetin e Prishtinës, apo? Po, pasi jam kthyer, kam regjistruar studimet master në Universitetin e Prishtinës, gjithsesi në Fakultetin e Orientalistikës, drejtimi kulturë orientale, dhe aty kam do të thotë kam studiuar orientalizmin, do të thotë kulturën orientale nga një pikpamje më ndryshe nga ajo që e kemi studiuar atje, dhe kjo normalisht më ka ndihmuar dhe mi ka zgjeruar do të thotë njohuri të reja sa i përket kësaj fushë. Do të vazhdosh edhe inshallah dhe doktoraturën kështu më radhë? Po, me lejen e Zotit, synojmë që të vazhdojmë edhe doktoraturën, të ndërlidhim diçka do të thotë me gjuhën arabe, me kulturën orientale. Cila ka qenë tema e masterit që ke punu? Tema e masterit ka qenë metodologjia klasike dhe bashkëkohore mësimdhënies së gjuhës arabe në Kosovë, studim krahasimtar. Do thotë si ka qenë metodologjia në të kaluarën dhe si është tash. Dhe kemi bërë një studim krahasimtar rreth këtyre metodologjive, pastaj kemi nxjerrur edhe rezultatet, anët e mira, anët do të thotë pozitive, ngecjet kështu me radhë. Kemi intervistuar edhe njerëz hoxhallar të vjetër, mësimdhënës të gjuhës arabe, edhe ata të kohës sonë. Kom pa pak me 2 fjalë çështjen e një çmimit, artisti i dalluar, që është dhënë për herë të parë në komunën e Vushtrisë, ti ke qenë fituesi i këtij çmimi. Po, tash sfundi para pak ditëve është ndarë për herë të parë çmimi artisti i dalluar në fushën e artit, sepse viteve të kaluara janë ndarë vetëm të profileve të ndryshme, sportistë i dalluar e të tjera. Këtë vit është ndarë për herë të parë artisti i dalluar dhe deshti Zoti që ta fitoj këtë garë, mora pjesë do të thotë me punimet e mia, me ato çfarë kam bërë, dhe më erdhi shumë mirë dhe nuk e kam pritur, sepse Je vlerësu prej komunitetit, prej po, njerëzve që janë profesional. jemi vlerësuar, siç ju thash më herët, edhe nga shtete të jashtme, mirë po kur po të vlerësoj ke vendi yt, qyteti yt, Ndihesh më krenar. ishte një ndjenjë shumë më e mirë, shumë më e veçantë. I men ti
ke vend në profil edhe në shumë profile tjera, unë shpresoj që ky mendim i mirë për ty në të ardhmen ka me qenë vetëm më i avancuar, kuptimin e sukseseve tua që do të na sjellsh, edhe shpresojmë në një të ardhmen shumë të afërt që do të takohemi prapë kështu të dy ballë dhe diskutojmë për projektet e reja tua. Gjithashtu, faleminderit shumë. Kur vlerësohesh publikisht përveç se që është një vlerësim, është diçka e mirë, mirë po njëjtën kohë është edhe një amanet, sepse ti duhet bëhesh edhe më i mirë. Jo të shkosh të do të thotë mrapa, mirë po është amanet që ti duhet pastaj edhe ta përmirësosh veten edhe më shumë. Të falenderoj shumë për ftesën, u kënaqëm, diçka më ndryshe, do të thotë nuk e kam pritur sepse jemi mësuar që të shkojmë nëpër studiot televizive. Pra këtu në qytetin e Lashtë Vështrës, në kalanën e Vështrës, diçka shumë e bukur. U lidh Dhe ndjenje mirë, arti, po, kaligrafia dhe klasikja, bukuritë me po. kësaj klasikës. Unë vetëm të uroj shëndet, suksese dhe pres shumë projekte të reja dhe interesante në shërbim të shoqërisë dhe komunitetit tonë. Shumë faleminderit, shpresoj gjithashtu që të shihemi herave tjera me projekte të reja të radhës. Edhe s'me. Faleminderit.